Kur pa turmat, Jezu ju ngjit në mal, e pasi u ul, ju afruan dishepujt e vet. Atëherë mori fjalën e filloi t'i mësonte kështu. Lumë të varfrit në shpirt, se e tyre do t'jetë mbretëria e qiejve. Lumë ata që vajtojnë, se do të ngushëllohen. Lumë zemërbutët, se do të trashëgojnë tokën. Lumë të uriturit e të eturit për drejtësi, se do të ngopen. Lumë të mëshirshmit, se do të mëshirohen. Lumë të pastrit në shpirt, se do të shohin Perëndin. Lumë paqebërësit, se do të quhen bij të Perëndisë. Lumë të përndjekurit për shkak të drejtësisë, se e tyre është mbretëria e qiejve. Lumë ju, kur t'ju shajnë e t'ju përndjekin, dhe me gënjeshtra të thonë të gjitha të këqijat kundër jush, për shkak se keni besuar në mua. Gëzoni dhe ngazëlleni, se shpërblimi juaj do t'jeti madh në qiej. Kështu përndoqen edhe profetët përpara jush. Ju jeni kripa e tokës, por nëse kripa e humbet shijen, si mund t'a rifitoj atë? Nuk ka më asnjë vlerë përveç se të hidhet edhe të shkelet prej njerëzve. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet një qytet i ngritur mbi një mal. Askush nuk e ndes kandilin për ta vënë nën magje, por e vën në mbajtsen e vet, që të ndriçojë të gjithë ata që janë në shtëpi. Kështu duhet të shndrisë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të përlëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur për të shfuqizuar ligjin e Mojsiut apo profetët. Unë nuk kam ardhur për t'i shfuqizuar, po për t'i përmbushur. Me të vërtet po ju them, derisa t'jetë qielli e toka, asnjë i, edhe asnjë pikë mbi i, nuk do t'i hiqet ligji të Mojsiut para se të ndodhë gjithçka. Prandaj, kushdo që e shpërfill njërin nga këto urdhërime, qoftë edhe më të voglin, edhe do t'i mësoj edhe të tjerët të bëjnë po ashtu, ai do t'jetë më i vogli në mbretërinë e qiejve. Ndërsa ai që do t'i zbatoj edhe do t'ua mësoj të tjerëve, do t'jetë i madh në mbretërinë e qiejve. Ja, unë po ju them, nëse drejtësia juaj nuk do t'jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe e farisejve, nuk do t'hyni në mbretërinë e qiejve. Keni dëgjuar se të parëve u që thënë, mos vrit, ai që vret do të dalë në gjyq. Por unë po ju them, kushdo që zemërohet kundër vëllait të vet, do të dalë në gjyq. Por kush i thot vëllait të vet, i pamend, do të përgjigjet para Sinedrit. Edhe nëse i thot, i marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Nëse kur sjell dhuratën e blatimit në altar, kujtohesh se vëllai yt ka diçka kundër teje, atëherë lëre dhuratën aty para altarit, shko e pajtohu më parë me vëllain tënd, pastaj kthehu e kushtoje dhuratën tënde. Shpejto të merresh vesh me kundërshtarin tënd, ndërsa je ende rrugës me të, që ai të mos të dorëzojë te gjykatësi të roja, edhe të përfundosh në burg. Me të vërtetë po të them, se nuk do të dalësh që andej, pa paguar deri edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar se është thënë, mos bëj tradhti bashkëshortore, por unë po ju them,
Kushdo që e shikon një grua me dëshirim, ka bërë tashmë tradhti bashkëshortore me të në zemrën e tij. Nëse syri yt i djathtë të çon në mëkat, nxirre dhe hidhe larg teje, se është më mirë për ty të humbasësh njërin nga gjymtyrët, se sa të hidhet i tërë trupi në ferr. Dhe nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje e hidhe larg teje, sepse është më mirë për ty të humbasësh vetëm njërin nga gjymtyrët, se sa të shkojë i tërë trupi në ferr. Është thënë edhe, kushdo që e ndan gruan, duhet i jap asaj letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kushdo që e ndan gruan e vet, përveç rastit të kurvërisë, e shtyn atë në tradhti bashkëshortore, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, bën tradhti bashkëshortore. Keni dëgjuar se u qethën të parëve, mos bëj betim të rrem, por bëj atë për të cilën je betuar para Zotit. Ndërsa unë po ju them, mos u betoni kur, as për qiellin se është froni Perëndis, as për tokën se është troja e këmbëve të tij, e as për Jerusalemin se është qyteti i mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, se as edhe një fije floku nuk mund ta bësh të bardhë atë zezë. Kur të flisni, thoni po kur është po, edhe jo kur është jo. Çfarë thuhet më shumë, vjen nga i ligu. Keni dëgjuar se është thënë, sy për sy, e dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them, mos hyj në luftë me të ligun, përkundrazi, nëse dikush të jep një shuplak në faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush do që të hedhë në gjyq për të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. Nëse të kërkon të ecësh 1 milje, bëj me të 2 milje. Jepi atij që kërkon, edhe mos ja kthe shpinën atij që të kërkon hua. Keni dëgjuar se është thënë, duaje tjetrin, por urrej armikun tënd. Por unë po ju them, duajini armiq tuaj, dhe lutuni për ata që ju përndjekin, që të bëheni bij të Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lindë dielli i tij mbi të këqinjt e mbi të mirët, dhe të bire shiu mbi të drejtët e mbi të padrejtët. Sepse, nëse doni vetëm ata që ju duan, ç'shpërblim do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta gramledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, ç'gjë të veçantë bëni? A nuk bëjnë kështu edhe paganët? Jeni pra të përsosur, sikurse është i përsosur edhe Ati juaj qiellor.